Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Sot pranë jush do të vi me një histori dashurie. Nga ato historitë që në fakt janë si përalla, nga ato historitë që na magjepsin kur i dëgjojmë, nga ato historitë që na pasionojnë gjatë kohës kur ne i dëgjojmë dhe na kthejnë në kujtime, na kthejnë në retrospektiv ato njerëz të cilët kanë humbur dashuritë e tyre. Në këtë botë, në këtë univers, gjithmonë themi lum kush e merr atë që don vet. Lum kush në jetë është me atë që don. Dhe historia e ditës së sotme do të pasojë në këtë formë. E lash gjithçka për dashurinë time, edhe kur e gjithë bota ishte kundër saj. Kur e pash për herë të parë, nuk e dija që ajo do të më ndryshonte jetën. Nuk e dija që sytë e saj do të më ngjiteshin në shpirt si një plagë që nuk shërohet kur. Por jo nga dhimbja, por nga dashuria. Ajo ishte ndryshe nga çdo vajzë që unë e kisha takuar. Flokët e saj ishin të zinj. Shikimi butë dhe zëri i saj ngrohtë ishin një prekje e Zotit në një botë që, për mua, ishte kthyer në ngjyrë gri prej kohësh. Isha i martuar në atë kohë. Kam 2 djemë që i dua me gjithë zemër. Por martesa ime kishte kohë që ishte shndruar në një bashkëjetesë të ftohtë, pa ndjenja, pa përqafime e pa fjalë të ëmbla. Thjesht 2 njerëz që rishin bashkë për hatër të fëmijëve, por që kishin humbur njëri tjetrin gjatë rrugës së tyre. Nuk kisha kërkuar dashuri. Ajo më erdhi vetë, pa pritur, si një stuhi që nuk mundesh kur ta ndalosh. E njihja pak, por kur u takuam për herë të parë, më mjaftoi një orë të kuptoja që ajo ishte ajo që më kishte munguar gjatë gjithë jetës. Ishte një ndjesi që nuk mund ta shpjegoja kur me fjalë. Asgjë e ndyrë, asgjë e fshehtë, vetëm 2 zemra që u gjetën në një kohë të gabuar, por me ndjenjat e duhura. Ajo e dinte që unë isha i martuar, e dinte që kisha fëmijë, por nuk interesonte. Unë të dua ty, e jo të kaluarën tënde. Më tha një herë kur lotët më rrithnin nga syt për shkak të fajit, frikës dhe dëshirës që diqte çdo mur mes nesh. Unë e doja me një intensitet që më bënte të haroja veten, frikën edhe botën. E doja aq sa isha gati të humbja gjithçka për të. Familja ime, ata e urrenin, nuk donin as ta përmendja, sipas tyre ajo nuk ishte për mua. Më thoshin që po shkatroja jetën time, që po turpëroja fëmijët, që po turpëroja mbiemrin. Më mbyllën dyert, më hoqën mbështetjen e më kthyen krahët. Dhe unë që gjithë jetën kisha qenë djali i tyre krenar, tani u bëra i huaj, u bëra turpi i shtëpisë. U ndava nga gruaja, jo për hakmarrje, jo për inat, por sepse nuk munda të gënjeja më. Kisha jetuar me një grua për vite, por tashmë kisha rënë në dashuri me shpirtin e dikujt tjetër. Ishte vendimi më i dhimbshëm i jetës time. U ndava me ndjenjën e fajit, me djemtë që më shikonin me lot në sy dhe më pyesin pse. Ndërsa zemra ime u nda më dysh. Një copë mbeti tek djemtët e mi dhe do të mbetet gjithmonë. Por unë kisha nevojë të jetoja, të dashuroja, të mos vdisja çdo ditë brenda një martese që më mbyste. Ajo më qëndroi pranë, edhe kur u bëm objekt për gojimesh, edhe kur njerëzit e afërt na kthyen shpinën, edhe kur nuk kishim asgjë përveç njëri tjetrit. Kishim net pa gjumë.
net me lot, net me pyetje a ja vlen apo bëjmë gabim, por në çdo mëngjes që zgjoheshim pranë njëri tjetrit, përgjigjja ishte e qartë. Po, ja vlen. Kaluan muaj, ndoshta vite që nuk u numëruan me orë, por me beteja, me sakrifica, me humbje, por një ditë me gjithë planet, me gjithë lotët, me gjithë luftën që kishim bërë kundër gjithë shkaje që nuk besonte tek dashuria jon, ne fituam. U martuam. Sot jemi bashk, jo si dy të dashuruar të fshehur, por si bashkëshort, si dy njerëz që nuk hoqën dorë nga njëri tjetri. Tani jemi të lumtur, jo sepse jeta u bë perfekte, por sepse e jetojmë të vërtetën tonë. Ajo është gruaja ime dhe çdo ditë që kaloj me të, më kujton se luftova për këtë dashuri. Unë jam Mustafa, kam bërë një zgjedhje të dhimbshme, kam humbur gjëra të çmuara, por kam fituar zemrën e një gruaje që më deshi kur askush tjetër nuk më kuptonte. Dhe për këtë do të jem mirënjohës jetës deri në frymën e fundit timen. Por asgjë nuk erdhi lehtë. Pati ditë kur mendova të dorëzohesha, kur më mungonin djemtë e mia aq sa më dhimbnin eshtrat e trupit. Pati net kur zgjohesha nga gjumi me ndjesinë e fajit dhe më dukej sikur isha një njeri i keq. Por ajo më mbante dorën, më shihte në sy dhe më thoshte: "Ti nuk je i keq, ti je i guximshëm, ke zgjedhur të mos jetosh me një mashtrim." Dhe unë sa herë dëgjoja, forcohesha edhe më shumë. Dashuria e saj u bë shërim për shpirtin tim të lodhur. Iku koha kur njerëzit më shanin. Disa nga ata që më kthyen krahët tani më shkruajnë: "E shoh që je i lumtur, na vjen shumë keq." Por unë nuk pres më falje. E kam falur botën, sepse nuk dua që hidhërimi të më prish këtë qetësi që kam tani. Familjen time. Një pjesë prej tyre ende nuk e pranon këtë lidhje, por disa kanë filluar ta kuptojnë sepse lumturia nuk fshihet, e vërteta gjithmonë del në dritë, sado që ta mbyllësh atë në errësirë. Gruaja ime sot është drita ime, është buzëqeshja që më pret kur hy në shtëpi, është kafeja e mëngjesit, është ngrohtësia që më mungonte. Nuk kemi gjithçka në botë, por kemi njëri tjetrin dhe kjo është gjithçka që na mjafton. E dua thellësisht dhe çdo ditë i them të dua. Faleminderit që nuk më le kur e gjithë bota më la. Kjo është historia ime e dhimbshme, e ndërlikuar, por mbi të gjitha e vërtet. Nuk kërkoj që të më kuptojnë të gjithë, sepse nuk pres as duar trokitje e as mëshirë. Dua vetëm që njerëzit ta kuptojnë një gjë. Dashuria e pastërt është më e fortë se çdo pengesë. Dhe kur e gjen, lufto për të, sepse një jetë pa dashuri është një jetë pa frymë, dhe unë tani më në fund po marr frymë i lirë në këtë botë. Kjo është historia e cila më ka mbërritur në redaksi.